diasporizmus. Sigurisht që një nga ato elementet e përfaqësimit ton në botë është edhe politika që bën kryeministri. Dhe normalisht ajo prezanton politikën e shtetit. Dashje pa dashje, një person me mendimet e veta dhe vendimet e veta, ndoshta edhe pa konsultime, po tash në çdo moment që takohesh me tjerët, ai është i deleguar i majorancës edhe kryeministri i Shqipërisë. Do përfaqësojnë edhe veten. Po nuk e kam fjalën këtu, e kam fjalën ke prezantimi i tij në Britani. Sigurisht ai ka provokuar gjithmonë, Rama është një provokator i jashtëzakonshëm. Duke u dalë zot në fakt shqiptarëve aty. Dhe një pjesë e gazetave atje që me të vërtetë nuk e kanë pëlqyer, Mirror, nuk e di kush janë disa lloje gazetash që fillojnë nga e djatha dhe ke e majta, pas edhe skuptohen mirë, që e kanë shumë me shqiptarët, i kanë interpretuar me qëllim në mënyrë të qartë dhe pa ekuivok, si më thënë, kundra fjalët e kryeministrit, duke thënë çai duhet atij pse nuk mendon ai, pse a thu se do t'i marrë leje kryeministrit atyre gazetave në Britani. Praktikisht kryeministri jon shtallur në një farë mënyrë, duke thënë që shiko, ju se keni dalë nga Evropa, nuk është se keni zgjidhur problemin, ju kanë sulmuar më tepër. Dhe kjo qeveri po bën më tepër se sa ju kujtohet me atë Suelën ku e keni, atë të famshme Suele që ishte kundra shqiptarëve. Dhe atë ministri e cila ishte e pazote fuqinë e saj politike mi shkëputjen e shqiptarëve jashtë Britanisë, nxjerrjen e jashtë atyre, duke bërë si një qeveri e cila është anti-shqiptare. Në këtë pikë ajo ka dalë zot shqiptarëve dhe ka bërë mirë. Bile gjithë shqiptarëve aty, ata që punojnë edhe ata që nuk janë fort kaq shumë të punës. Por që të çohet historia edhe për më tepër histeria për mi historinë anti-shqiptare, këtë nuk duhet të ketë kryeministër shqiptar që duhet ta lejojë. Edhe është mirë aty t'ju thotë në sy. Dhe këtë ka bërë mirë që ju ka thënë shqiptari, që quhet Edi Rama. Normalisht nuk mund të tallet kërkush me shqiptarët aty. As kërkush, edhe pse kanë ikur me gomone, edhe pse kanë ikur në mënyrë klandestine. Britania është e mbushur me gjithë farë racash edhe me gjithë farë. Kolonializmi i saj po i kthehet në shtëpi. Sjellja me kufit e saj në mënyrë absurde po i kthehet për të keq. Deformimi i saj kulturor po psohet jo nga shqiptarët. Shqiptarët s'kanë asgjë me kulturën britanike, përkundazi janë pjesë integrale e saj. Ato kanë pjesë antikulturës britanike aty dhe e kapin me shqiptarët. Nuk është puna e Nigel Farage-it, i cili mund të fitojë nesër, po do të mbetet gjithmonë një për mua idiot politik i cili s'ka përzgjidhur asnjëherë problem britanik. Duket sikur është amerikan edhe pro-amerikan, por në vërtet mbetet një britanik konservator, krejtësisht idiot, dhe sidomos në rastet kur si dhe si anti-shqiptar, për mua është idiot i plot. Shqiptarët nuk janë anti-perëndimorë dhe anti-britanik. Shqiptarët janë shqiptarë. Kur ti lejon kulturalisht kundra Britanisë, kundra religionit edhe kundra kulturës britanike, edhe shan shqiptarët, domethënë je një idiot. Në këtë pikë Edi Rama ka bërë shumë mirë. Pastaj pritjet kanë ndodhur për ndër ti dhe të shoqes ti, e kanë lënë të flasin në forumet më aristokratë dhe borgjeze më të mira të Britanisë, duke i treguar që shiko, vazhdo të flasësh kështu, mjafton të jesh prones në politikën dhe kulturën tonë, po themi, gati viktoriane edhe britanike. Në këtë pikë, në politikën e jashtme, edhe pse provokator, Edi Rama bën mirë që mbron shqiptarët. Absolutisht bën mirë që mbron shqiptarët. E sidomos me idiot të tillë në Britani që bëjnë si fashist kundra shqiptarëve, duke e ditur që s'kan për ta nxjerrë kurrë me shqiptarët, asnjëherë. Përkundazi kanë për të humbur përballë shqiptarëve. Dakord miqtë mi. Kjo ishte e para. E dyta, që ka rëndësi për mua është interpretimet edhe faktet e këqija që nxjerrin njerëzit me fatosnanën që është i smur. Sigurisht disa e bën edhe të vdekur, disa interpretuan për keq, disa interpretojnë. Fatosnanën si duhet dhënë vendi i tij si një ish komunisti liberal në demokraci, aq liberal sa mirë që mbriti që Partinë Socialiste ta heqi nga një tabor, ku diun si të them tash, tabor ushtarak pushkatimi, nga Enverist. Por njëkohësisht bëri dhe burgun për të,
sajt Sali Berishës, i cili futte politikisht në burg, por sigurisht nuk kontrolloi dot as korrupsionin, nuk kontrolloi dot edhe degradin e Partisë Socialiste në sajt liberalizmit të tij. Nuk kontrollonte dot as raportin që kishin tashmë socialistët me kohën moderne. Edhe përballen që kishte të ngjashme me Sali Berishën kur formoi foltoren, 2005-ën kështu doli edhe Edi Rama kundra Fatosnano kundra Edi Ramës. E ngjashme me këtë, por socialistët nuk bën gabimin që mas shumë vitesh e bën demokratët me Sali Berishën. Meqenëse demokratët kishin alternativë se midis Lulit e Sali Berishës, ata do zgjidhin Sali Berishën. Keqe për mos ma keq do shkonin në origjinalin të keqes, që është Sali Berisha. Kurse socialistët për fat kishin Edi Ramën, edhe sigurisht ju shpërblyet sepse tashmë ka vite që i mban në pushtet, jo me demokracinë liberale të Fatosnanos, por me sundimin e tij, që normalisht është modeli i tij i Partisë Socialiste, por që pavarësisht kësaj nuk mund të jenë më komunist, as nuk mund të jenë më tabor pushkatimi ideologjik, sikundër ishte ajo lloj partie më përpara. Fatosnanos duhet të njifet kalimin Partisë Socialiste dhe në liberal demokraci. Këtë nuk mund t'ja mohojë kërkush. Duhet të njifet edhe burgu që i bëri nga Sali Berisha, nga një tiranë si Sali Berisha. Nuk mund të gëzohen njerëzit për një njeri i cili ka qenë liberal demokrat. Me plot gabimit e tij dhe me plot, ku diun, rrushfetin e tij dhe degradin e Partisë Socialiste në kohën e tij, sigurisht korrupsionin e element të tillë, por Fatosnanos duhet të njifet liberal demokracia e famshme e tij. Njeriu i cili e dinte shumë mirë, brezi jonë në përgjithësi e di që çfarë ishin etrit e tyre, çfarë kishte bërë ajo handrak parti që quhesh Partia e Punës së Shqipërisë. Dhe më tepër se sa e dinin fëmijët e atyre lloj komunistave, nuk e dinte as kërkush tjetër. Atë duhet ta dinte edhe Sali Berisha, por ai sigurisht mbeti komunist i përjetshëm, ashtu edhe sot e kësaj dite. Fatosnano jo. Ishte një komunist, por në themel të tij, edhe sot e kësaj dite, është një antikomunist. Nuk mund të duronte dot format, metodat dhe pjesën shnjërzore të asaj partie ku dikur ai bënte pjesë. Pjesa tjetër është një element interesant për mua, të cilin e kam bërë në formën që di unë ta bëj, dhe që sigurisht mund mos të jenë dakord shumë njerëz, por unë e bëj sepse sigurisht jam një gazetar, dhe gazetari këto punë bën. Jam një opinionist, dhe opinionisti këto punë bën. Dhe normalisht duhet që dhe prandaj po e lexoj më mirë, të jem më i sakt, duke e shoqëruar me pamje, sigurisht nga Shkodra. Dakord, miqtë e mi? Kur qytetërimi i lëshon vendin qendrën, institucionet, iniciativën urbane dhe administrimin periferisë, folklorizmit dhe provincializmit. Në asnjë qytet të madh të Shqipërisë, askush nuk i ka lëshuar qendrën, institucionet dhe administrimin provincializmit dhe folklorizmit si Shkodra. Ja morën për një farë kohë e Tiranës, por e ktheu sërish mas 2013-s. U duk se rënuan Durrësin, por qyteti atje nuk e lëshoi qendrën. Tentuan Vlorën, por rezistoi dhe nuk ja lëshoi Flamurin. Kërkuan dhe qendrën e Fierit, por nuk ja morën dot. Korça sistem tjetër, se dhe folklorin e ka qytetar. Elbasanin e lodhën, por nuk arritën të marrin qendrën. Beratin dhe Gjirokastrën i sulmuan, por nuk i morën dot. Në fakt ky ishte kudo modeli strategjiko-filozofik i Akademisë së Viçidorit dhe familjes Berisha. Të shtypte rezistencën qytetare, duke i trembur si komunist, dhe të bërë të largohen nga vendimmarrja dhe pesha intelektuale e zakonore në qytete. Pastaj vakumin ta mbushte me pronat grabitura, të transformuara në administrata vendore e qendrore të folklorizuara edhshëm, në universitete dhe shkolla, në pjesët kulturore dhe mediatike të stërmbushura me profile katonarie, barinj dhe ignorantësh funksional me tesën e PD-s. Kjo skem u përdor më mirë se kudo dhe pati sukses më të madh në Shkodër. Mendimin e disa qytetarëve shkodran, në shumicën e rastit me dosjet të sigurimit të shtetit, PD e Berishës transfiguroi plotësisht 3 bazamente të patronditura të Shkodrës. Pronën,
duke përdorur klientelizmin politik me PD-n për qytetarët dhe grabitje me hipoteka dhe VKM për folklorikët me shumicën në PD, pushtetin mbushur me zullumqar në një anë dhe folklorik pa dini iman parimet e tyre grabitqare. Kulturën mbushur me derbeder shërptor diktaturës dikur, sot kthyer në antikomunist në shërbim të komunistit të fundit në Evropë ose Sali Berishës. Në Shkodër si askund tjetër, u përdor dhe folklorizmin e klerikalizmin e saj, shpeshherë gati absurd antiqytetarisë, e cila gjithë jetën pati besim në Zot, e ka pasur për një mend, jo përfitim dhe urrëtie folklorike. E fundit, në Shkodër, kjo praktikë dhe filozofi antiqytetare mori dhe pëlqimin e PS-s për një kohë të gjatë, duke e kthyer në një seksion të veçantë aprovues i PD-s dhe Berishës. Nga 2023 këtej gjithmonë mund të ndryshojë, por Shkodër si duhen dekada të kthehet në qytetërim. Ajo mund të rregullojë fizikun e saj, por mentalitetin urban qytetar të saj ka të vështirë ta kthejë. Ajo ka psuar transfuzion të tmerrshëm, ka përzënë fëmijët e saj të mirë, e qytetar, i ka trembur me sulmin kulturor dhe pronor të fiseve dhe folklorikëve antiqytet. Është trisht, por më së e vërtet, Shkodra nuk është më shkodrane, dhe aq më pak qytetare dhe urbane. Dhe këtë kam dashur të them. Këtë kam dashur të vërtetoj. Pikërisht këtë. Shkodra e ka psuar mëkeset të gjitha. Absolutisht mëkeset të gjitha në Shqipëri. Në një farë mënyrë gjithë qytetet e mëdha janë munduar të mbrohen prej kësaj fatkeqësie, të lëshimit të qendrës, periferisë, folklorizmit, bashkibozukëve, klientelizmit provincial. Shkodra e ka lëshuar, por e ka lëshuar pikërisht atje ku them edhe unë. Në pronë, në kulturë, në institucione, dhe sigurisht edhe me nikim shumë të keq dhe religionar. E ka lëshuar atje ku nuk mban më në administrimin e saj. Sigurisht i ka bërë fëmijët e vet të marrin narrativ shpeshherë. Kronare po ashtu, ju ka vënë gjoba. Sigurisht me anë politikës i ka mbytur në mendimin e tyre ekselent. I ka detyruar të thotë më mirë po iki. Nuk është vonë kurrë, dikur para disa viteve shkruaje. Është duhane etikës për Shkodrës, ka që keqe kishin ka të ndisur. Sigurisht ai do rregulloj fizikun e saj, do rregulloj rrugët, ka për të rregulluar gjithçka mbas 2023. Por që të vi era qytetet edhe herë duhet të kthej shkodranët, duhet të kthej mentalitetin shkodran, duhet të kthej atë që konsiderohet shkodrane. Tashmë, siç kam thënë edhe herë tjetër, edhe idioma nuk është më shkodrane, edhe mënyra e të folurit nuk është më shkodrane. Po pëson një transfuzion jashtëzakonisht vështirë. Duhet ta përballoj edhe këtë. Dhe jam i sigurt që Shkodra gjithmonë fiton. Po tani për ta ndryshuar, duhet punë e madhe dhe duhen vite e vite. Kanë qenë mbi 30 sa vite që e kanë shkatruar, kanë punuar keq. Duhen po aq vite që ta sjellin në mendsinë e saj qytetare shkodrane. Dakord me qeni?